Ai ka frikë për kokën e vet në atë tërë, dhe nga bandat kriminale, sepse janë ato që e urdhërojnë dhe e dirigjojnë dhe i thonë do bësh këtë, do bësh këtë shef komisariati, do bësh këtë drejtor policie, do bësh këtë gjyqtar, do bësh këtë prokuror, janë ata që komandojnë o zotëri. Se jemi vetëm i vend që bandat kriminale bredhin lishëm dhe nuk shpojnë asnjë gjë. Kjo është diktatura. Diktatura nuk vjen me borie. Edhe të marrën veç qiptarit të thonë, erdha unë, jo. Kjo është diktatura. Që komandojnë një grup i strukturuar kriminal që quhet Partia Komuniste e Punës Socialiste, Demokrate, Demokratike, Social-Demokrate dhe Shqipërisë. Është një parti. Është Partia Komuniste e Shqipërisë. Janë komunistët e Enver Hoxhës, ata që po drejtojnë tani. Dhe konkretisht i kemi emra. Kryetari i gjykatës larte ke të binin ish antar të komitetit qendror partisë. E të tjerë, plot sa duash. E kuptoj. Do kalojmë pak tek reagimet e ambasadave. Ambasadat e Perëndimit në Shqipëri i treguan vendin e Edi Ramës duke ju bërë qartë se çfarë pret atë dhe vendin me rastin e Ballukut. Po më ashpra ishte ambasada gjermane. Si mendoni, çfarë do t'i bëj vetë Gjermania Edi Ramës? Asnjë si bëjnë. Edi Ramës ata po të duan i bëjnë, por nuk po i bëjnë. Dhe duan nga unë se si të bëjnë me Edi Ramën, po aja pun më një fare të thjeshtë tani, që bisedojnë bashkë. 300 ambasadorët shkëpusin marrëdhëniet me të, dhe kaq, nuk ka nevojë as për tek, as për bëm, nuk e bëjnë këtë ata. Sepse kanë dhe ata interesat e tyre, sepse kanë dhe ata presionin rus, i cili e mban në pushtet Edi Ramën. Janë rusët që e mbajnë në pushtet tani. Kam mbështetjen e rusëve. Si mbështetjen e rusëve? Në shkuptim. Me Amerikën nuk ka marrëdhënie të rregullta. Janë shkëputur, janë prerë. Me Bashkimin Evropian si kundërpat, edhe Anglia dhe Bashkimi Evropian erdhën dhe i thanë këtu se ke mirë dhe do të zbatosh ligjin ose me ne si ke mirë punët. Kjo dhe ky atëherë ku mbështetet e rusi dhe te kinezi se mbështetje tjetër nuk ka. Ndërkohë mbështetjet e bajonetat e policëve edhe gazin lotësjellës e ka gati, e ka çdo kohë, harron një gjë ai. Po edhe përfiton nga kjo gjë. Harron që populli shërmasur, po harron që populli shëngjum. Por Shqipëria është pjesë e Bordit të Paqes, e themeluar nga Donald Trump të Shtetet e Bashkuara. Pse do t'i ketë marrëdhënie të keq? Për çfarë arsye? Mos e zemë në gojë këtë fjalën Bordi i Paqes se është një turp i botës, të lutem. Të paktën unë nuk dënjoj që ta ul veten aq poshtë të merrem me broçkulla dhe me budallëqe. Po ajo është organizatë ndërkombëtare, është organizatë ndërkombëtare, është e licencuar me të gjitha. Më kuptoni? Po çka që më ngasmon, unë jam i qetë, jam rehat që vetëm ngasmon. Kush mori pjesë në Bordin e Paqes? Ai ishte vrasës si kriminali Benjamin Netanyahu në atë bord. Nuk mund të quhet Bordi i Paqes kur në të merr pjesë një kriminal, një krye kriminal që ka vrarë 27.000 gra dhe fëmijë dhe pleq në gaz. Ju lutem, ai është një turp për mendimin tim që ftoi të gjithë plerat e botës së Evropës. Se vate Edi Rama, vate Netanyahu, vanë ca paçul të tjerë, po burra serioze dhe shtetet serioze nuk morën pjesë atë ta shqyrtojtur Bordi i Paqes. Ai nuk si Paqes. Pra ju mendoni se ajo nuk duhet të ekzistojë fare si organizatë. Nuk duhet të ketë lidhje fare. Po si organizata është i kot. E kuptoj. Si mendoni, apo ngrihet Elisa Spiropali bashkë me Fatmir Xhafajin duke qenë se nuk ishin pranishëm në seancën për votimin e imunitetit Ballukut? Sa do bëjnë se? Apo ngrihen këta dy, Spiropali me Xhafajin? Të ngrihen ku të ngrihen, se të kuptoj. Pra në kuptimin që a janë kundër kësaj, domethënë a janë pro votimit, pra nuk doni që dukeshin aty. Ata janë të pakënaqur nga që Edi Rama nuk u avari dhe i ka hedhur si limona të shtrydhur. E kuptoj. Kjo është pakënaqësi e tyre me Ramën, por nuk dalin dot nga thonjtë e Edi Ramës, sepse ai mban në pushtet, ai mban në këmbë, ai mban në fuqi, ai.
Pra në Shqipëri mbretëron një errësirë, thot mirë, poeti i madh Vlonjat. Cili është ky? Hasani, si e ka ai? Se Nëse do ta kujtoj do ta. Okej. Po vetë Edi Ramën, çfarë mendoni se pret në këtë rast me gjithë këtë zhurmë të madhe politike për sa i përket Ballukut? Asgjë, çfarë do ndodh? Çfarë prisit të ndodh? Po nuk mund të arrestohet Rama nga vetë Spaku? Pa kryeministri si do ta arrestoj Spaku? Në qoftë se arrestohet Balluku dhe ajo do të vjelli në thonjza tek Spaku, Po duhet bjerë qeveria, zotëri. e kuptoj. Duhet bjerë qeveria, po nuk ka qeveria, nuk bëhet, asnjë gjë nuk bëhet. Qeveria bie o me dorëheqje, o me kryengritje, s'ka zgjidhje tjetër këtu. Pra, ose dërheqje, ose kryengritje, thoni juve. Po, Për kryengritjen mos e keni për shembull si revolucioni francez? Pra të prien kokat në giotin? Në thonjza flas. jo, kryengritjen e quaj kryengritje që të shkojnë popull të pushtojë zyra të qërojë qandi, ose me dorëheqje. Po Por protesta ka një mekanizëm tjetër që është në këmbë dhe nuk po e llogarisin perëndimorët. Është ngrirë qeveri teknike Tiranë, e drejtuar nga partia Shpresa Demokrate. Të njofi perëndimi atë qeveri dhe është i zgjidhur problemi, shkon qeveria me pushtetin pastaj. Po pse mendoni se nuk e njeh? Se ka një Rusi në këtë mes, që ka interesat të ndërsjellta me Amerikën, kanë pazare, kanë janë shumë gjëra aty zotëri që nuk na lën neve të marrim frymë dhe neve armikun e përjetshëm kemi slavët. Faktori i jashtëm, thonë juve, ndikon drejt për drejt në politikën tonë. Po ata dhe këta, kjo parti që është në pushtetit prej slavëve, prej Dušan Mugoshës edhe Miladin Popovićit, nuk janë shqiptar ata, këta s'kan asgjë me Shqipërinë. Ndërkohë, ambasada e SBA-s nuk reagoi për rastin e Ballukut. Çfarë fshihet në këtë rast? Mund të them gjë, nuk e di. Pra, Nuk e di. S'keni informacion lidhje me këtë gjë. Po çfarë aludoni juve, sipas mendimit tuaj? Askush nuk ka informacion. Për ka aludoj unë. Po. Aludime ka sa të duash, por nuk janë fakte. Unë jam jurist, unë duhet flas me fakte. Thoni mendimin tuaj, asnjë lloj problemi. Ne këtu flasim lirshëm. Jo, lirshëm flasim unë e ti këtu, po të lirë nuk jemi. Megjithatë nuk e kam problem, jo. Nuk e kam problem ta them. Mbështetjen e ka nga Sorosi dhe nga të 300 e Amerikës, nga Illuminati, aty ka mbështetje. E kuptoj. Pra, Dieta e. mbas teorive konspirative, përfundojmë tek Illuminati, e kuptoj. A mendoni se janë agjenturat e huaja që mbajnë Edi Ramën në pushtet? Dhe nëse po, Absolutisht po. dhe nëse po, Absolutisht po. ku bazoni për këtë gjë? E para bazojmë te historia e komunistëve shqiptarë që buron nga Beogradi. E dyta tek marrëdhëniet dhe marrëveshjet antikombëtare që ka bërë Edi Rama me grekët dhe me serbët. E treta te tradhtia që i ka bërë popullit dhe qeverisë së Kosovës. E katërta tek puthjet edhe përputhjet me Vučićin dhe duke i kthyer kurrizin Albin Kurtit. Janë mira faktorë që ti them mund tani në një emision të shkurtër. Jo, nuk ka problem, vazhdoni. Ja, këta janë faktorët që mbështetet Edi Rama. Po na i shpjegoni dot ja 2-3 sa t'i kapim pak thelbin, arsyen, të jemi pak transparent ndaj audiencës? Shiko, Edi Rama ka pranuar që të shkojnë bashkë me Grekë, të shkojnë dhe të trajtohet problemi i çështjes së detit në Hag. Me Po Grekët, jap një bashkë me Grekët. që ka direkt ky. Tani ç'pun ka Shqipëria të vejnë në Hag kur ne nuk e njohim atë marrëveshjen e detit. E ka rrëzuar gjykata kushtetuese. Ky pse vete? Sepse ne e dim se ç'do bëj Haga. Haga do bëj atë që bëri në vitet 50, 52, 53 sa ishte atëherë kur na gjobiti dhe na dënoi për incidentin e famshëm të kanalit Korfuzit, që aktualisht po vërtetohet
dhe me dokumentat asaj kohë që incidenti i Kortuzit është krijuar nga vetë ata dhe ka ndodhur në tokën, në ujërat greke, jo shqiptare.